po vinë. A është normale? Pritje normale, racionale. Pritje optimale, racionale. Se dikush më thotë që nuk është normale sepse dikush i pret 80%. 80%? Po, pelojmë, kur të kalkulon, kur të bën një parashikim, ti dush me bu sa ma pesimist. Maksimum 38 del. Jo ti më thonë 80%, sa ashtu shumë është. Ta është 300.000. Ta është ti pish tyne 120.000, që po thot muja, unë kom kalkulu 140.000, po ta është muja po thot dojën të pavleshme sene, do të me marrë 65%. Qeku e ke? 120, pjestu për 60... Qeku e ke, krenar. Tere 65 pjestu për 100. Nëse vetëvendosje, she. Po që unë e përbëj autentike përbëj. Po mos e bë autentike se le ekspertët fisit që kemi në mik. 25% nëse i ka vetëvendosje, i ka 49 deputet. 25% të votave diasporës. I merë 29 deputet në përgjithësi. Okej. She këto. 50%. Po t'iluminoj pak. Diaspora, nëse i ka 50% në lëvizje vetëvendosje, vetëvendosje shkon 50 deputet. Hajde. Nëse shkon 55% i merë 51 deputet. Okej. Nëse shkon 60% i merë 51 deputet. Pra 51, po. okej. Nëse shkon 65% i merë 52 deputet. Qa që merë? Dhe nëse shkon 70% i merë 53 deputet. Ja, na duhet me kalkulu me 52 deputet. Nëse shkon 75% i merë 53 deputet. Nëse shkon 80% i merë 54, që përmende Iliri. Edhe nëse i shkon 100%, i merë 56. Ja, pritet janë 52%, mu bo sa ma realist. Kjo 100% nuk do të po asë në asë vejo ju të ponesh. Jo, 52 deputet. Se pas kalkulimeve... Lista sërbe, a u bu Kosovari me etni sërbe që e respekton Republikën e Kosovës, a është konfirmu me që u bu deputet? Okej. Një, anera. Ky hoxha, del knena, prap mesin 9. 52 plus 9, Duda Bali. Nuk mundet me bo, adin kur bën Duda Bali,